Shikues nderuar, televizioni shqiptar të Amerikës ju përshëndes. Jemi në emisionin Fjala e specialistit. Sot do të kemi një doktoresh psikologe të cilën juve e njihni pasi ka qenë dhe herë tjera me televizionin shqiptar të Amerikës. Do flasim për fushën e divorcit, e cila është një fushë e prekshme në familje, në shoqëri e kudo. Mendoj se është një bisedë jashtëzakonisht me interes, sepse doktoresha është shumë profesionale në këtë fushë dhe ajo do të japi këshilla jo vetëm për prindrit, por veçanërisht për fëmijët. Doktoresha është po ashtu jo vetëm një doktoreshe suksesshme në fushën e saj si psikologe, që ka 2 klinika në qendër të qytetit Chicagos, por ka dhe një veçori jashtëzakonisht do thosha të shquar, do thosha që duhet ta respektojmë vazhdimisht. Ajo është një bamirëse në shpirt dhe në veprimtarinë e saj të përditshme, dhe këtë e ka sjellë nëpërmjet fondacionit Care for Albanian, që ka dhënë ndihma në shumë qytete të Shqipërisë, dhe tashmë me sa dim drejtimin do ta ketë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por e bëra këtë hyrje për doktoreshën pasi ka edhe një falënderim nga ana jonë si televizion në rastin e 25 vjetorit të televizionit. E kemi dhënë edhe një çmim të cilin ajo e meriton, pasi ka qenë edhe krah televizionit, e ka ndihmuar televizionin, jo vetëm moralisht dhe nëpërmjet prezencës së saj në emisione, por edhe ekonomikisht. Dhe unë të falenderoj doktoresh, pasi juve gjithmonë keni qenë jo vetëm me televizionin, por gjithmonë me të gjitha institucionet dhe individët që kanë pasur nevojë, ju i keni ndihmuar, qoftë në mënyrë individuale, qoftë në mënyrë si klinik, ose edhe si Fondacion Care for Albanian. Edhe do të jem shumë i privilegjuar të kemë në bisedë, po ashtu edhe shikuesit do të marrin shumë informacione lidhur me këtë fenomen i cili edhe pse nuk është i shëndetshëm për shoqërinë, Zoti e ka sjellë si element për të cilin edhe ajo mbas divorcit besoj se ata i divorcojnë edhe ata kanë një rehati. Mirë se ke ardhur. Faleminderit zot Ilani, ju çmoj për gjitha fjalët e mira, dhe besoj se të gjithë jemi nga pak tani të bamirës me njëri tjetrin. Cilat janë faktorët që çojnë në divorc të një çifti? Faktorët janë të shumtë, siç e dimë të gjithë, sepse nuk është një faktor që mund të ndodhë në një ndarje të një familjes, por në radhë të parë dua të, sidomos për komunitetin shqiptar, dua të flas për stigmën. Nuk kam ndryshimi kulturës pak a shumë, që nuk është ajo shenja e turpit ose nuk duhet të ndahesh, megjithëse mund të jesh në një lidhje abuzive, të qëndrosh në atë lidhje deri në fund. Në atë mënyrë vuajnë dhe fëmijët, kështu që tani stigma ka ndryshuar kultura pak a shumë. Për mirë dhe për keq në ndonjëherë, por po flasim për anën e mirë të fjalës që mos vuajnë dhe fëmijët dhe çifti. Arsyeja e parë që njerëzit ndahen në këtë kohë me volutimet e ndryshme që janë bërë është ana financiare. Në të njëjtën kohë punësimi dhe paga e gruas. Kjo nuk i jep gruas një varësi në lidhje, por gjithashtu edhe karriera e saj. Karriera edhe ka ndihmuar dhe nuk ka ndihmuar në lidhjen e divorcit, për arsye sepse kur një person ka një karrierë dhe janë 2 persona me karrierë, është e vështirë të rritësh dhe fëmijët, dhe të gjesh një gjuhë të përbashkët me njëri tjetrin si çift. Kush do mbaj fëmijët, kush do shkojë në punë, kush do vazhdojë karrierën, se të dy nuk bëhen, ose mund të gjejmë njeriu duke shkuar fëmijët në kopësht. Droga dhe alkooli është diçka tjetër, një faktor tjetër shumë i madh që ndodh në ndarjet familjare. Sepse një person që përdor drogën dhe alkoolin dhe ndoshta bëhet, jo ndoshta, po është abuzim ndaj vetes në radhë të parë, pastaj ndaj familjes dhe ndaj fëmijës. Kjo është diçka që ne nuk flasim tepër dhe do të flasim më shumë, sepse si kulturë sa më shumë të shpërndarë me njëri tjetrin, aq më vetëm ndihemi. Dhe kur njerëzit pinë alkool ose drogë, ndihmojnë veten me dhimbjet shpirtërore. Megjithatë, ne dimë që ajo nuk është gjëja e shëndetshme për gjatësi, për long term. Shëndeti mendor është diçka tjetër që duhet prekur, diçka që ne nuk e kemi biseduar në komunitetin tonë shumë, sepse jo se s'kemi patur probleme mendore, por kemi patur një shoqëri që ka qenë më shumë e afërt me njëri tjetrin, sidomos në Shqipëri.
dhe flisim me njëri tjetrin dhe i ndanim hallet ose problemet, kush ato psikologjisë është diçka shumë e re. Unë kur kam bërë disertacionin, kam kuptuar që psikologjia në Shqipëri, fusha e psikologjisë ka nisur në vitin 2000. Domethënë, për ne shqiptarët, ne kemi vetëm 20 e sa vjet që po e përdorim të fushë. Dhe tani kanë filluar njerëzit që kërkojnë vendimën e dur për të mos arritur të marrin ilaç ose të shkojnë në spital. Por shëndeti mendor është diçka e rëndësishme sepse në qoftë një person në një çift është smur nga ana mendore, ta them depresion ose ankth, po të shkojmë edhe më tepër. Mund të kesh bipolar, mund të kesh skizofreni, mund të kesh paranoia. Dhe në qoftë se ti nuk kërkon ndihmë, atëherë patjetër që ti sjell një lloj stresi shumë të madh në familje dhe divorci mund të ndodhi. Dhe patjetër gjëja e fundit që dua të them që është më e komplikuar është komunikimi ndaj çiftit me njëri tjetrin. Pak a shumë kur martohesh, një burrë dhe një grua vjen nga dy bota të ndryshme vetëm si gjeni. Por në të njëjtën kohë vjen nga dy bota të ndryshme nga familje të ndryshme. Tani nëse martohesh dhe me dikë tjetër që nuk është në kulturën tënde, atëherë është akoma më e komplikuar. Kështu që komunikimi nuk është vetëm të bisedosh siç po bisedojmë tani. Komunikimi është dhe nga ana emocionale, si e shikon ti botën dhe si e shikon personi tjetër. Dhe kur lidheni së bashku në një familje, atëherë duhet gjesh gjuhën e përbashkët, dhe është e vështirë kur vjen nga bota të ndryshme. Jo se s'bëhet, po këto janë ato arsyet më të rëndësishme për pjesën e divorcit që ka dalë tani në luftime të ndryshme. Pra, ju thoni që çifti para se të martohet, duhet ta mendoj mirë që a puqen gjitha gjërat, pra jo 50+1, po gjitha ato elementet kryesor që për të krijuar një familje. Këtë edhe vini edhe këtë si një element kryesor apo jo? Patjetër, bile është shumë e rëndësishme që në qoftë se një person vendos të martohet me dikë që është investimi emocional më i madh i jetës tënde, janë disa gjëra të përbashkëta që unë në këto 20 vjet në fushën e psikologjisë kam kuptuar. Dhe janë gati 5 gjëra që nuk duhet që publiku të thotë këto janë se s'bën dhe janë të rëndësishme. Fëmia, një person që do fëmijë, një person që nuk do fëmijë, çifti ndahet shumë kollaj. Ana financiare, një person që harxhon lekun, tjetri që nuk e harxhon ose ku duan të harxojnë. Ana financiare është e dyta që mund të ndahen, bile unë e bisedova është stresin i financiar shqiptari që njerëzit po ndahen tani. Atëherë fëmia, ana financiare, komunikimi, intimacia ndaj çiftit, edhe ajo është shumë e rëndësishme, nuk bisedojnë, por intimacia, domethënë midis çiftit dhe kimistria ndaj njëri tjetrit është e domosdoshme. Është diçka tjetër dhe feja. Në qoftë se një person beson shumë te një fe dhe tjetri beson te një fe tjetër, në kulturën tonë si shqiptar ne jemi më të avancuar nga kjo anë, jemi më të përbashkët, por në kulturat e ndryshme kam parë që çiftet ndahen për këto 5 gjëra. Po 4 për shqiptarët njëherë është shumë e domosdoshme, fëmijët, ana financiare, komunikimi edhe kimistria ndaj çiftit. Doktoresh, po ana financiare dhe karriera tek zonjat si ndikon në divorcin? Është një pyetje shumë e bukur për arsye sepse njerëzit i shqetësohen. Nëse një femër ka karrierë, një zonjë ka karrierë ose anën financiare është e lirë, kujton se ajo e ka ndarë. Dhe nuk është e vërtetë, ajo nuk është konsekuenca e ndarjes karriera e gruas. Konsekuenca e ndarjes është kur gruaja është e pakënaqur, ka karrierën e saj dhe anën financiare që nuk e ndjen të nevojshme që të rrinë në një lidhje abuzive, pikërisht për anën financiare. Ama në të vërtetë, karriera e gruas ose e burrit është një gjë shumë pozitive, për arsye sepse unë punoj me çiftet, në qoftë se një burr ka karrierën e tij, por në të njëjtën kohë di të ndihmojë dhe në shtëpi, është gjë pozitive për familjen. E njëjta gjë është edhe për gruan, nëse ajo di të ndihmojë në shtëpi, të gatuaj, të pastrojë, u ka dhe karrierën e saj, për arsye sepse jetës nuk i dihet asnjëherë. Dhe një çift është mirë të di të dyja. Sepse nëse i ndodh diçka njërit pjesëtar të familjes, që unë i shikoj gati si 2 shtylla, atëherë pjesëtari tjetër është në gjendje të mbajë familjen. Që një lidhje e shëndetshme është mirë që ti dish nga të dyja anët. Po të kthehemi prapë te karriera e gruas dhe
ana financiare, patjetër që ndarja bëhet më e shpejtë nëse se abuzimi ndodh në familje, për arsye sepse gruaja nuk varet nga ana financiare. Duke ditur që ne, jo si komunitet, por në përgjithësi, në qoftë se gruaja arrin në shtëpi dhe nuk punon, atëherë ka një varësi ndaj lidhjes dhe në qoftë se nuk është e shëndetshme, mund të rritë më gjatë se ç'duhet. Për familjen që është burrë e grua dhe me fëmijë, mbas divorcit, cilët janë më të dëmtuarit? Pasi të gjithë janë dëmtuar, po cilët pjesëtar të familjes janë më dëmtuarit? Tani, më të dëmtuarit kuptohet që janë fëmijët, sidomos sepse janë në një moshë delikate, fëmijët e vejtur. Nëse po flas për fëmijët që janë arritur, janë të martuar, shikojnë jetën e tyre, po ajo është shumë e madhe. Ke shumë të drejtë kur thua që të gjithë janë të dëmtuar. Në një ndarje, të gjithë vriten nga ana emocionale, psikologjike. Nuk ka fitues në një ndarje. Është, domethënë, gjëja më e mirë është që lidhja të mbahet. Edhe të jetë lidhje shëndetshme. Gjëja më e keqe ndonjëherë është që jo vetëm divorci, por të jesh në një lidhje abuzive gjithë jetën. Sepse atë dëmton fëmijën akoma më tepër. Por nëse fëmijët janë të vegjël në një moshë 5-6 vjeç ose adoleshent, atëherë kuptohet që fëmijët e vuajnë më tepër sepse përkthimi i kësaj teme ndodh ndryshe në trurin e fëmijës, në të vërtetë me çfarë është divorci.